Udhëheqësit e Bashkimit Evropian diskutuan propozimet e reja amerikane mbi një marrëveshje tregtare mes Unionit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Diskutimet u bën në një samit të zhvilluar në Bruksel. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nuk përjashtoi mundësinë që bisedimet për tarifat të dështojnë. I briefed leaders on the current state of play in our trade talks with the United States. Informova udhëheqësit mbi gjendjen aktuale në bisedimet tona tregtare me Shtetet e Bashkuara. Unë dhe presidenti amerikan Donald Trump patëm një diskutim të mirë në samitin e G7-s në Kanada. Atëherë, ram dakord të përshpejtonim punën me një qëllim të qartë, një marrëveshje para nëntkorrikut. US document for further negotiations. Kemi marrë dokumentin e fundit të SBA-s për negociatat e mëtejshme, po e vlerësojmë atë tani. Pra, mesazhi ynë është i qartë, jemi gati për një marrëveshje. Në të njëjtën kohë, po përgatitemi edhe për mundësinë që të mos arrihet një marrëveshje e kënaqshme. Pra, të gjitha opsionet mbeten në tryez. As needed, in short, all options remain on the table. Ndërsa kancelari gjerman Friedrich Merz tha se BE-ja duhet të bëjë një marrëveshje tregtare të shpejtë dhe të thjeshtë me Shtetet e Bashkuara, në vend të një marrëveshjeje të ngadalë dhe të ndërlikuar, duke sugjeruar që europianët të ndërtojnë një organizatë të re tregtare. Le të gjejmë shpejt një zgjidhje tani. Vurën e duke ndër të tjera, industri specifike që kemi në Gjermani, industrinë kimike, farmaceutike, mekanike, të çelikut, aluminit dhe automobilave. Aktualisht të gjitha janë të ngarkuara me tarifa kaq të larta saqë kjo vën në rrezik kompanitë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen vetë ngriti idenë nëse ne si europian duhet të iniciojmë një lloj të ri organizate tregtare për të zëvendësuar gradualisht atë që nuk e kemi më në organizatën botërore të tregtisë. Zyrtarët francezë kanë argumentuar se Komisioni duhet të mbajë një qendrim më të fortë. Bloku tashmë nënshtrohet tarifave të importit të SBA-s prej 50% për qelikun dhe aluminin e saj, 25% për automjetet dhe pjesët e tyre, së bashku me tarifën prej 10% për shumicën e mallrave të tjera të BE-s, që Trump ka kërcënuar se mund të rritet edhe me 50% nëse nuk arrihet një marrëveshje. Bashkimi Evropian ka rënë dakord, por ende nuk ka vendosur tarifa për 21 miliardë euro mallra amerikane dhe po debaton për një paketë të mëtejshme tarifash deri në 95 miliardë euro për importet amerikane. Ndër opsionet e Bashkimit Evropian është një tarifë mbi reklamat digjitale, e cila do të godiste gjigantët amerikanë si Google, Meta, Apple, platformën X dhe Microsoft.